U kthejmë në studio për të diskutuar një çështje e cila ka bërë një bujë mjaft të madhe me deklaratat e ministrit në detyrë Eyüp Macedonski, i cili ka proklamuar situatën e rrezikshme të sigurisë, duke thënë se afër 70% të kapaciteteve të ushtrisë serbe janë vendosur jo larg Kosovës. Po për të folur për këto dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë në vend, me mua në lidhje direkte është Arben Dashevci, ekspert i sigurisë. Zoti Dashevci, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Ju faleminderit për mundësinë, mirë se u gjeta. Zoti Dashevci, besoj se i ke pa deklaratat e ministrit në detyrë, zoti Macedonski, i cili ka thënë se nuk i kemi shumë larg ushtrinë serbe Kosovës. Pse po bëhet kjo gjë në këtë kohë tani, këto deklarata goxha të rëndësishme në kohën ku ne nuk kemi konstituim të kuvendit të Kosovës? Po e nderuar, në atë aspektin e sigurisë, Serbia me qasjen e saj agresive duhet të themi që nuk është ndalur kur. Ajo i lëviz, do me thonë, teknikën e saj ushtarake prej një pjese në pjesën tjetër, gjithmonë do me thonë që ta zhvendosë vëmendjen e saj të brendshme, duke pas parasysh dhe mos të haruar kur, se me çfarë problemesh ballafaqohet ai shtet në aspektin e brendshëm që do të thotë me qytetarët e saj. Ajo pos që i zhvendos, do me thonë, në teknikën e saj ushtarake, ose kapacitetet të ushtarake si ceket 70% të saj. Ajo ka edhe 48, do me thonë, qendra operative ushtarake në formë patkoji rreth Kosovës. Për këtë jemi ndjeni të gjithë, mirë po, ne nuk duhet të harrojmë, do me thonë, edhe atë pjesën tjetër të botës, pra që do të thotë pjesa demokratike ose NATO. Mirë po, neve jemi çdo herë krah alatëve tanë, mirë po pse po bën këto deklarata, zoti Dashevci? Po tash, sa i përket mës pare, do të përgjigjem, do më thonë, dy pyetjet e juaja, por mës pare shkova në pyetjen e parë, për ta demantuar, do me thonë, Serbin, sepse ka qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rute, ku para 2 dite e ka cekur qartë që kjo qasje destruktive e Serbisë të ndaloj. Dhe unë këtë e kam parë sikur atë vrejtjen ose këshillën më të rëndësishme tash në vitet e fundit që është japur nga një sekretar i NATO-s, që do të thotë se ai po e din gjendjen se çka po ndodh në Republikën e Kosovës. Kurse në anën tjetër, në pyetjen tuaj dytë, Republika e Kosovës është pa parlament dhe është pa qeveri. Do me thonë, e gjitha është në detyrë. Këto gjana janë, do me thonë, politike, janë diplomatike, kurse në aspektin e sigurisë, Republika e Kosovës është edhe një koqire Defender 2025 që është datë dhe janë ditët historike për Republikën e Kosovës, se me këtë Republika e Kosovës po e tregon që është partnere strategjike e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me aleatët strategjik nga Bashkimi Evropian dhe nga 33 vendet anëtare të botës, që do të thotë, sa më përket mua, mendimi tim, si ulumtuesi çështjeve të sigurisë, ndonjë sulm frontal nga Serbia bie poshtë me njëherë. Pra, shancat që të na sulmoj Serbia frontalisht janë të barabarta me 0, gjithmonë sipas mendimit tim, sepse në hapin e parë, kur do ta ndërmerrte Serbia këtë, nëse do të guxonte ndonjëherë ta ndërmerrte, do me thonë ajo do të ballafaqohej me NATO-n. Mirë po këto janë ato kona ku ne nuk kemi, do me thonë, as parlament dhe as qeveri. Kjo është edhe arti i politikës, është detyrë e tyre, do me thonë, ta shpjegojmë, por është edhe mendimin jonë që e japin këtë aspekt, duke u bazuar në shumë fakte që i përmenda, mjafton ta përmendim që Republika e Kosovës nuk është NATO, por NATO është në Kosovë. Presidenti i Republikës së Kosovës merr pjesë në asamblenë parlamentare mu në 30 vjetorin e marrëveshjes së paqes në Dayton. Kjo e tregon përkushtimin e Kosovës dhe përkushtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës, dhe kjo mjafton në aspektin e sigurisë që ajo qetësia qytetare
ka mbretëruar, është duke mbretëruar dhe do të mbretëroj edhe në vazhdim pa ndonjë sulm sipas mendimit tim nga ana ose kjo qasja retorike e Serbisë që nuk është ndalur, nuk ndalet dhe sipas mendimit tim deri në marrëveshjen finale nuk do ndalet as në kohën e ardhshme. Zëta Shef, si ju përmende pjesëmarrjen e Kosovës në defendet një ngjarje goxha e rëndësishme për të gjithë rajonin, sidomos edhe për Kosovën. Mirë po, sa do të kemi të mira nëse marrim pjesë neve në këtë ngjarje? A do të mund të përfitojmë edhe shumë gjërat e tjera në aspektin e sigurisë nëse neve vetë që jemi pjesë e kësaj ngjarje? Po, pyetje shumë e drejtë dhe shumë e vend në kohë të duhur. Shumë ka përfituar Republika e Kosovës. Republika e Kosovës, do me thonë, është në ditët e saj na historike. Për sa mbahet ky ushtrim, ku një divizion i tërë Amerikan, i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do me thonë, aleatit përjetshëm Kosovës, po merr pjesë dhe Kosova është një koqire dhe po e komandon, do me thonë, me partnerët strategjikë stërvitje në historinë e shqiptarëve, kjo nuk mbahet men dhe duhet të shënohet, do me thonë, si datë historike. Kurse sa do të përfitoj. Kosova edhe në kaluarën ka fituar nga partnerët tanë strategjik, sepse gjithë armatimin që ka forca e sigurisë Kosovës, që do të thotë ushtria e Republikës Kosovës, e ka nga partnerët strategjik, e ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse tash, mbas këtij ushtrimi, që do të jetë i suksesshëm formën e saj më maksimale, sepse unë kam thënë në vitin 2021 dhe jam tepër me fat që do t'ja qëlloj dhe ja kam qëlluar kur kam thënë se kapacitetet e plota të ushtrisë Kosovës do të plotësohen në vitin 2028. Dhe unë shpresoj shumë që do të plotësohen në vitin 2028, sepse përkushtimi dhe besimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe partnerëve strategjik ndaj Republikës tonë është tepër i madh dhe si mos plotësohet, domethënë, të gjitha kapacitetet kur ti po merr pjesë, po e komandon, po të regon që je strateg me ta, je i gatshëm për çdo mision me ta, andaj edhe ndihma ushtarake nuk do ndalet, po paguhet domethënë edhe kësti i fundit për Javelin, po bëjmë përgatitjet edhe për forcat ajrore që do të thotë me helikopter dhe kapacitetet sipas mendimit tim dhe shpresoj që do të jemi saktë që deri në vitin 2028 do t'i plotësojmë gjitha kushtet si një ushtri e mirëfillt me standardet plota të NATO-s. Dhe kjo është suksesi më i madh i Republikës Kosovës si shtet. Zëta Shef, do thotë kjo që shumë shpejt neve do të jemi antare e NATO-s duke i plotësuar të gjitha kriteret e nevojshme të cilat i parashe antarësimin në NATO. Po, nderuar djellza, sepse nëse e mbanin men, hiç më larg se 2 vite ne kemi qenë vetëm vëzhgues, domethënë, në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Kurse Republika e Kosovës më nuk është vëzhgues, është domethënë partner antar i asociuar. Domethënë ne veç se kemi kaluar në fazën tjetër në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Kurse së shpejti, ashtu siç po lovon domethënë presidenti i Republikës atje në Dayton, kërkojmë ngulm që të jemi antar dhe paramenon tash kur ti plotson kushtet, kur të vijnë edhe forcat ajrore. Ne vetë se jemi gati për NATO, do të marrim pjesë, jam i sigurt, siç kemi marrur pjesë me Mbretërinë e Bashkuar në ishujt Falkland, atje në ishujt gat Argjentinës, në Gibraltar ose në misione tjera. Pra Kosova po bëhet e gatshme me gjitha profesionalizmet që i përket domethënë gjithmonë një ushtrie, sepse po specializon edhe të gjitha njësitet e saj dhe kushtet po plotësohen natyrisht, domethënë vetvetiu, por pa i harruar domethënë aleatin e përjetshëm SBA-t, sepse të marrësh pjesë ti në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, në 30 vjetorin kur është arritur marrëveshja e Daytonit, ta shtrohet pyetja: a do ta lejon të ndonjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prishet kjo marrëveshje ashtu siç aludon Jokeri i Rusisë, domethënë Dodik ose Vučić ose dikush tjetër që kanë qasje destruktive. Pra e vërteta qëndron absolutisht tjetër. Ne jemi në anën e demokracisë, ne jemi në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, andaj veç se nuk duhet të ndalemi dhe të përshpeshtojmë procese sa më parë, kurse politika
diplomacia jonë duhet të konsolidohen sa më parë. Ne duhet ta kemi një parlament, ne duhet ta kemi një qeveri, sepse proceset të mëdha po të presin ty si Republike e Kosovës, po të pret asociacioni, po të presin barierat mëdha, dhe këto barierat duhet të i kaluar vetëm me diplomaci dhe me politikë të mirëfillt të një shteti. Le të formohet qeveri pa marrë parasysh pe cilës parti, vetëm qytetarët po kërkojnë që të formohet kjo qeveri. Populli që i kemi votuar po kërkojnë që të kemi parlament dhe qeveri, sepse proceset në Republikën e Kosovës në aspektin e sigurisë nuk mund ndalen, mirë po kur ta keti qeverin dhe diplomacin, që të shty proceset përpara, gjithçka do t'jetë në rrugën e duhur për ne, duke i parë parasysh gjithmonë faktet e patjetërtueshme se sa po ndryshon politika në Evropë dhe në botë. Sa luftëra regionale ke, sa rreziqe ose turbullira në aspektin e sigurisë ke, andaj ne duhet ta ndjekim hapin e nderuar që të jemi me partnerët dhe jo të mbesim prapa tash 3 ose 4 muaj pa qeveri ose pa parlament. Kjo sa më përket mua si qytetari i Republikës Kosovës është nonsens. E vërtet. Zotja Shef, se ju shumë mirë e thatë punën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës, ndërka që kemi përkra një shtet i cili si që është Serbia, i cila në çdo moment bën provokime të ndryshme, ne pame edhe paradën e disa studentëve të Serb të cilët i bënin në Mitrovic, ata qëllimisht vendosën gjak në fytyrë në qafën ku e kishte prekur polici kosovar. Mirë po, sa duhet përgatitemi edhe më tutje që të kemi sulme të tjera në vend, kur nuk po kemi konstituim të vendit tonë? Po, pyetje e drejtë. Do me thonë se më përpara nëse e mbanin mend Serbia qysh prej 12 qershorit të vitit 1999, kur ka mbaruar lufta, është pyetur atje një general në një aeroport atje serb, dhe ka pyetur, do me thonë, një gazetar, po e marrë vetëm një shembull që të jem tepër i qartë me qytetarin e Republikës Kosovës, kur e kam pyetur lufta mbaroi dhe tash çka? Ai general Pamkeq i ka sapit Ballkanit Miloševićit tha për neve lufta ka filluar tek tash. Do me thonë ai ka pas për luftën speciale kundrejt Republikës Kosovës. Tash ka kaluar një taktikë e re, do me thonë për luftës speciale janë zbarkuar në luftën hibride, kur kjo lufta hibride ka dimensione atë shumë gjera, sepse përfshin, do me thonë, edhe dezinformatën, propagandën, sabotazhin e ndryshëm, do me thonë edhe shfrytëzimin e këtyre maturantëve, mirë po ato rrugët e Serbisë për të vepruar shumë, siç na ka sulmuar mbajtës, janë tepër të redukuara dhe me tash në këto forma luftës hibride, luftës e egër hibride, po shfrytëzohen, po tentohen të shfrytëzohen Republikën e Kosovës, mirë po ka qenë organi jonë i sigurisë publike, policia dhe gjitha instancat e sigurisë që kanë ndaluar, do me thonë, këtë tentim, sepse edhe kanë demantuar qysh nesërmën kur ata nxënës maturant që do të duhej vetëm të festonin dhe jo të keq përdorin, kam pasur, do me thonë, edhe ngjyra në pjesë trupit, do me thonë, diçka pas ka qenë këtu e pregaditur dhe pe kujt mund pregaditen këto gjana. Do me thonë, pregaditin për atyne që na kanë destabilizuar Republikën e Kosovës tash 24 vite, posaçërisht pas pavarësisë, me 2 sulme, me një sulm terrorist në Bajnsk, atje në kanalin e Ivonepencit kur sulmuar arteria, pra jemi para pregatitur, sepse thjesht dhe shkurt kemi përvojë në aspektin e sigurisë. Zotja Shef, si përfundo kisha dashur vetëm të më thuash, a jemi të përgatitur në neve të dalim balë luftës hibride, një luftë goxha e egër e cila po bëhet në gjithë botën e jo vetëm tek ne? Lufta hibride, do me thonë, tash po mbahet në formë të egër, shumë të egër në Evropë, posaçërisht në Evropë, por edhe në gjitha vendet ku po ka qasje Rusia, duke pas parasysh e nderuar që Rusia është specialiste e luftës hibride, kurse ne, si Republike Kosovës, ose një vend Ballkan, një vend i ri, ne kemi parasegjisht 200 ose 300 kilometra nga këtu atë qendrën informative të Rusisë të stacionuar në Serbi. Do me thonë, ne duhet ta propagandën, sabotazhin, dezinformatat e ndryshme, media, do me thonë, që japin dezinformata dhe janë
të lidhura, do me thonë, me atë establishment kontaminuar atje, po ju dalim ball problemeve, sepse në këtë mënyrë, në këtë fazë ne kemi nevojë edhe për aleatët tonë strategjik, do me thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk është asnjë vend i mund, do me thonë as shtetet më bashkohore në Bashkimin Evropian, duke marrë parasysh Gjermanin, nëse i dini shembujt e vendeve baltike, nëse i dini vendet të skandinavike, çfarë sabotazhe atje është bërë me energjinë elektrike dhe me gazsjellës, do me thonë askush nuk është imun, por ne duhet t'i japim maksimumin vet, duhet ta kemi më së pari qeverinë dhe kuvendin dhe duhet kemi aleancën e përforcuar sikur më parë në këto çaste kruciale dhe në këtë geopolitik që po ndryshon dita ditës dhe jo javë për javë, por tash dita ditës po ndryshojnë gjanat. Shpresoj që do të vijem deri në atë prioritetin, sepse kemi thënë që nuk kemi ai prioriteti i artë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shpresoj që afër të afrohet prioriteti kur do qartësohet edhe çështja e Ballkanit, të ndalojmë Serbia me këtë destruktivitet, sepse kemi një establishment Trump ku veprimet e tija janë të shpejta dhe të qarta, sepse ai president njihet atë që mendon, atë e vepron, dhe unë mendoj që do të vijem deri në vjesht dhe do të qartësohet më dhe të vazhdojmë me problemet tona si shtet dhe mos merremi më me Serbinë, sepse gjatë historisë shqiptarët kur nuk e kanë sulmuar askën, por gjithë kapacitetit i kanë mbrojtëse. Kjo është i fakt i pa kontestueshëm, por edhe i pa fjalë, domethënë të gjithë e dinë këtë. Po, Zotita Shefci, më faleminderit shumë që shpreh gatishmëri që zgjohet që ti je pjesë e Infodejës sot na japësh të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë në lidhje me sigurinë në vend. Gjithmonë është dhe privilegjet ju dëshiroj juve punë të mbarë nderuar. Faleminderit shumë i nderuar. Neve do të kthehemi përsëri në studio.